Thotë nëse gruaja aborton edhe fëmia e abortuar do të takohet me të në botën tjetër, absolutisht që po. Çdo lloj aborti i pa dëshiruar, pra i pa vullnetshëm, pra që not prej Zotit, me shpresën e Allahut do të ketë takim. Edhe me shpresën e Zotit këta fëmijë, qofshin të vegjël, qofshin abort në shtatzani masi është fry shpirti, apo qoftë abort para se të fryhet shpirti, në të gjitha situatat, pra në të gjitha rastet, do të ketë takim edhe do të jenë sebeb që të ndërmjetësojnë për prindërit e tyre në xhenet. Si u mbetet prindërve të këtyre fëmijëve, vetëm se të jenë korrekt me fenë e Zotit, me namazin, me agjërimin, të ruar nga gjunahet e mëdha, bëjnë sa më shumë pendim, se me shpresën e Zotit ditën e Kiametit këta fëmijë do të tërheqen për në xhenet. Lutë Zotin e Madh që të na falë dhe të na mëshirojë të gjithëve pa përjashtim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Zoti ju shpërblet.